shirit, duhet të çlirohen nga ky kompleks i inferioritetit, i vasalitetit ndaj të mëdhejve, të fuqishmëve. A thua se ata janë metri që matin se kush jemi ne, se si jemi ne, që legjitimojnë klasën tonë politike e tjera dhe duhet të mbështeten tek vetvetja. Pse e them këtë? Sepse jo më shumë se 5 ditë përpara ne kemi pasur një palë zgjedhje që Edi Rama, nëse e keni parë, ka bërë me atë që është simboli i samitit, atë yllin me të verdhë, me të zeze, me të kuqe që e keni parë që e kishte në bluzë. Ishte njëkohësisht dhe simboli i këtij samiti. Dhe mbrapa këtij simboli ishte krimi organizuar në Shqipëri që mblidhte e paguante vota njerëz të panjohur që si njeh kërkushi kanë marrë nga 20.000 vota që s'di njeri t'i shpjegoj se si një administratë e tërë e fali gjoba 2 ditë përpara. Domethënë, për t'i rënë shkurt, ka shkel çdo lloj standardi demokratik. Dhe këta lider pra vinë sot edhe legjitimojnë në një farë mënyrë këtë maskaradë. Dhe një nga format e legjitimimit është pikërisht kjo krenaria e shqiptarëve që shikon se na erdhën këta në asaj disë. Por për t'ju thënë nga një këndvështrim tjetër, po ju përmend atë melonin të cilës Rama ju përull siç e pat kur erdhi. Ju gjunjëzua, po, i kemi pamjet. E pat. Tani, se unë jetoj dhe në Itali, dhe unë dëgjoj diskursin që bëhet në Itali, kryesisht bile nga përfaqësues të melonit apo gazetarë që mbështesin forcën e saj politike e tjera, kur flitet për ato CPR-e që quhen ata në Itali, atë burgun, atë copën e tokës që ju ka dhënë Rama për të bërë burg për të sjellë emigrantët, ata e përdorin duke thënë kjo është për deterrencë. Deterrencë në Shqip, s'di si ta përkthej, po është kuptimi që për t'i trembur ata emigrantët që vinë nga Afrika, për t'ju thënë atyre shikoni se s'do vinë në Itali, po do shkoni në Shqipëri, në atë palo vend. Kështu e thonë, deterrenca është që më thënë një gogol që duhet i trembi ata. Dhe ndërkohë pra që Shqipërinë e trajtojnë kështu, këte i vinë na thonë që keni bërë hapa para në udhëheqjen e Edi Ramës. Pra, këta lloj politikanësh, për fat keq janë përhapur shumë botë, dhe shembulli më i tmerrshëm për mua ishte ky i Donald Trumpit, që shkoi në Arabinë Saudite, takoi Bin Selmanin, që e ka thërur atë gazetarin, e kanë bërë copa në Turqi, siç mund ta dini, është një skandal botëror, dhe kur vjen